gati. Shikoni, ja ku jemi. Tani do nisemi të blejmë ushqim për Luk. Ose do të pim ndonjë kafe për qefin tonë dhe në orën 12 do nisemi për në aeroport. Sa po erdhëm te supermarketi të blejmë gjërat që na duhen, ushqimin për mate dhe mendova, duke qenë se jam këtu, do blej edhe një çantë kurrizi sepse çanta e kashtës që kisha kia ishte shumë e vështirë për të mbajtur. Kështu që po blej ushqimin për mate dhe te dyqani tjetër që është dyqani Teddy ose Kik, ka çanta shpine me nga 10 euro, do marr një të thjeshtë. Edhe le të kem dy çanta shpine, një e vendos te karrotja poshtë, një e mbaj në kurriz, kështu që është shumë okay për mua. Dhe kur hypi në avion e mendova që do marr në avion do marr kangure. Edhe voilà. Do e fu djalin e kangurit dhe do e mbaj një çantë kurrizi në kurriz, një çantë në dorë. Rëndësi ka mos kem më shumë se sa dy. Ashtu dhe blejmë të gjëra për masët këtu. Ja ku jemi. Ja ku janë. Këto stik këtu ato i kanë shumë qef. Një po e marrë me laks. Një po e marrë me full. Ma një 3-4 të jenë. Jenë nga 85 cent, që shumë. Dy me laks. Dy me full. Qenë se dhe këto janë në një papir, nëse të marrë me full. Edhe në djate për qenë shumë. Për marrë dhe këtë. Dhe të të kanë qef edhe këto. Po e marrë dy nga këto. Edhe një Felix. Po nuk e dua kaq të madhe. Pse kaq të madhe? 18 copë. E nejse po e marrë. Dalë të pyes një Shtefanin cilën pëlqejnë këto. I bleva gjërat, ja ku janë. Liebe Kunden, Kasse 1 schließt. Bitte nicht mehr auflegen. Një pjesë e ushqimeve për mate është te ky dyqani tjetër këtu. Kështu që tani do shkoj edhe te Kik të marr çantën dhe besoj mbaruam. Kem dhe një kafe për qefin tonë në Kian. Dhe pastaj nisem ja avash edhe e përshtas, kështu që t'jetë dhe orari i gjumit të Kianit. Në orën 12 pak a shumë do flet prapë, se në orën 10 pa një çerek, 10 pa 10 o zgjua. Po e hap gojën që tani po mak do të mbaj zgjuar deri në 12, kem dhe një orë kohë. Ja dyqani, inshallah gjem një çantë. Op, shpejt, më fal. Ka qef diellin fare. Shkojmë te çantat. Hallo bei Kik. Schön, dass du da bist. Entdecke jetzt unseren Mid-Season Sale. Viele Artikel bis zu 50% reduziert. Greif zu und sichere dir deine Favoriten, solange der Vorrat reicht. Ja, këtu të shikojmë një. Që nga dhe këto, shi sa mirë që nga dhe kjo. Edhe më nxej gjëra për kjo. Sa është kjo? Që nga shumë mirë. Edhe besoj nxjerr goxha gjëra, kurse kjo që nga e vogël 13 euro. Pas kemi dhe rozë, kjo roza. Edhe kjo mund të funksionoj, sa është kjo? 13 euro, super që nga. Dhe të shikojmë mos ka tjetër. Edhe kjo duket, okej. 10 euro. Kjo është e vogël. Kjo nëse e mbyll këtu bëhet shumë e vogël pastaj. Po është komode besoj. Kjo këtu duket super e mirë. Këto do marr. Si që thash, dua që të gjitha këto gjërat e kësaj çantës së kashtës t'i fus tani tek çanta që bleva dhe di që i kam në një. Se kjo çanta e kashtës ishte pak e vështirë për të mbajtur në krah. Kështu që
Bleva këtë. Çfarë është? Serioze? Dy paltutka të thjeshta. Për Kianin, se ndoshta bëhet pisë dhe këto nuk më zen vend. Kështu që po i marr me vete. Dhe të gjitha gjërat këtu do t'i kaloj të çanta roz. Inshallah më nxeh, pas ka dhe një rip të gjatë që ma bën më të mundur. Pasaporta shumë e rëndësishme. Vitaminat e djalit, vitamin D, vitaminat e mia. Dhe pas ka dhe xhepa anësore, kjo që më ka super. Madje pas ka vënd edhe për të futur këto batanie, shifë. Bëra shumë një që e bleva. E këtë çantën do ta përkthyer dhe do e marr me vete. Kodrat e djalit pa ashtu po i futet gjitha këtu. Shiko, sa mirë mi nxuri të gjitha. Jam shumë e lumtur me blerjen time, shumë e zgjuar. Blerje e zgjuar. Këtë badin këtu që po mendoja, do ta lë se kam boll badi me vete. Një xheket të Kianit, po ashtu. Me vete. Dhe xheken time. Gati jemi, mama. Perfekt. Në nxuri të gjitha. Kurse kuletin mund ta vendos këtu para. Ama i dhe në qeke. Prita marrë mami dhe këtë lotrën se të qenë. Gjeta dhe termometrin. Gjeta dhe termometrin. Dua ta mbaj me kështu të gjatë. Nisemi, pim kafe. Sa po arritëm te kafja. Të bëm një pauzë të vogël se u lodha shkak të shkuande dhe me këtë mënyrë të ushqej dhe djalin. Të marr dhe mikrofonin me vete dhe shpresoj që në Itali të bëj audio më të mirë, sepse gjithmonë haroj, nuk e di pse. Edhe po ta vëm mikrofonin mbase do haroj të flas. Gjithsesi shkojmë pim një kafe. Hade diçka të vogël edhe djali luan pak dhe po mendoja para se të nisem do marr disa vazo se djali ka filluar ushqimin tani dhe nuk e dia do gatuaj dot atje. Kështu që gatuaj të marr të gatshme në vazo. Nuk marr të një luk. Telefon, mësoj që do e pusë në gojë. Derisa djali po ri këtu që të luaj, unë po shijoj një kafe e një diçka të vogël për të ngrënë. Në ndërkohë do ushqej edhe djalit. Nga gjitha gjërat që ka për të luar me gjërat e mame, si telefonin apo kuletë. Do pakuj. Shikoni sa qeve ka ujë. Kian. Mittagessen. Kaffee. Also. Ka qef. Do t'i jap gjithani. Hajde mami. Lera, hajde mami. Hajde te mami. Qikta. Hajde. Hajde mami. Hi. Hallo. Dite mami syzette. Si që thash, sa po mbaruam kafe, po shkojmë tek supermarketi që të blejmë disa vazo me ushqim të gatshëm për djalin. Patjetër që nuk do doja që të merja ushqim të gatshëm, por nuk e kisha mundësinë as termo, as gjë dhe do jem vetë, kështu që
Kiani akoma është duke provuar gjëra, nuk është se ha ndonjë gjë wow. Që më mirë të marrë të kem, të marrë dhe ndonjë snacks për beba. Nuk pata dhe kohë që të përgatis, plus që akoma nuk e di se çfarë ha. Do i gatuja gjëra, do merja të radojen, që se kam mundësin, se jam vetë, kam shumë çanta, edhe nuk do t'i hante. Kështu që, po marrë në një gjë këtu të gatshme, për ndryshe kam mollë me vete, mollën Kiani ka shumë qef, kështu që do ha mollë. Dat var knappt. Aber nicht jetzt. Marrëm edhe një kështu me luk, po marrë këtë që është me luk më të vogla dhe më e lirë, sepse vetëm për këto udhëtime dua. Kian, ne. Luaj. Vetëm mos na humb Chelsea. Edhe këtu do i marrë ndonjë gjë që ja paska pas 5 muajsh, kështu që besoj do të marrë këtë se këtë e pëlqeu. Jo, e bua karota dhe patate. Jo, fix, kjo këtu. Me tëra këtë e kanë një. Si të marrim tjetër? Spaghetti bolognese, ja. Si të marrim, a mi marrim dy nga këto? Ja, marrim dhe një këto. Të ëmbët. Edhe ndonjë snacks. Këto nuk po jave për të luajtur se kam hapur në syre. Ose ja dash, inshallah nuk i hes. Kapi. Edhe këto tani, të shikoj cilat janë për 5 muajsh. Kjo është. Gërta, kjo. Ndëri vazhdo mama, nata, e mori. Nata, mama. Skë. Morëm çdo gjë që na duhej. Mora disa snacks që janë nga 6 muaj. Mora 2 nga këto vazët, bashkë me luk. Mora edhe një ujë për baby, se dhe ujnë Kiani e ka qef edhe pin kështu si sigur po pin ndonjë hije shumë të rëndësishme, pa çka se uji është pija më e rëndësishme normale. Po, do paguajmë tani dhe do nisemi direkt për në aeroport. Nuk kam prerë parkim për makinën, sepse do parkoj në aeroport direkt. Thjesht do të rreq biletën dhe nuk është se kisha as nerva, as kohë dhe kam çanta që të parkoja larg vetëm për të kursyer diçka. Ndonjëherë të kursesh 15 apo 10 euro, edhe të mbash tërë ato çanta me një bebe të vogël me karroce, për mua nuk ja vlen. Kështu që do parkoj direkt në aeroport. Ja, edhe këtu na bllokojnë rrugën. Kommt euch kurz? Over. Danke. Shkojmë të paguar, s'më bëni pa. Sa po nisëm, me qenë se jam në semafor, thash që t'ju updatoja. Kianin e zuri gjumi, 5 minuta pas ju nisëm. Kam gjetur një metodë shumë të bukur që e zë gjumi, i lëviz një rëk e kështu, përqendrohet tek rëkja, ajo që lëviz e bën shumë edhe flet. Kemi 1 orë e 1 minutë rrugë, kështu që besoj që Kiani do flejë të rrugës, se ky gjumi tani i orës i mesditës e ka rreth 1 orë e gjysmë, 1 orë, kështu që edhe sikur të arri pak më parë, do e marr me avash, me Terezi, ta nxjerr avash nga karroca, edhe është deri tani çdo gjë super okay, sepse nuk do kem as stres që do ngas 1 orë me makinë. Jam shumë e sigurt që ai do flejë të rrugës, ose edhe nëse flej gjysmore që ngrihet për shkak të humor të mirë. Kështu që moroni fat, edhe tani u hap semafori, kështu që kur të dal nga qyteti, që është rrugë e shpejtë autostradë, nuk do filmoj. Nëse do ndaloj diku, okay, përndryshe shihemi kur të parkoj makinën në aeroport. Bye, Schatz!
Sa po arritëm në aeroportin e Hanit. Djali ka fletë të rrugën, tani që ndalova unë, u zgjua, fiks në kodë, me thënë. Këtu sa po parkova, rruga zgjati pak më tepër, sepse rrugës nuk e di qa kishte ndodhur, dhe policia kishte bllokuar rrugën dhe për një devijim të vogël. Kështu që jemi gati, tërhoqa biletën dhe arritëm në aeroport. Shkojmë. Gati e mama? Gati? Gati për në Itali? Push! Virë, kur zgjohet, kështu është në humor shumë të mirë. Shkojmë. Po ngarkoj gjitha çantën. Au! Ira mami kapelja. Nuk janë këtot. Jemi gati. Është shumë e çuditshme kur nuk ke një çantë të vogël, sepse duhet të paketoj çdo gjë tani, nuk e di, diku. Çeltat e makinës është shumë e rëndësishme, do të paketoj direkt tani në në çantën e madhe. Dhe ja si jam njerëz. Çantën e kurisit. Çantat këtu poshtë. Çdo gjë deri tani është perfekt. Tani do shkoj të bëj check-in-in, sepse duhet që të vendosim bilet për karrocën e djalit. Edhe shkojmë për kontrollin e pasaportave. Check-in-in e karrocës e bërë. Tani kemi ardhur te dhoma e ndërimit që kontrolloj Kianin para se të nisemi, që ta ketë bebelinën të freskët, dhe di që brenda tek brenda tek aeroporti janë bajna shumë të vogla, kështu që po ndroj këtu pa bërë kontrollin e pasaportave. Ja, ku i kemi këto? Po i fut direkt në çantë se kam shumë frikë. Tani që se kam Stefanin, duhet të kujdesem vetë se gjithmonë i bërë Stefan. Aj! Prise, të ndrojemi. Kështu që po përdor të ndërimit që kam marrë me vete. Edhe pastaj jemi gati. Hajde mami. Ke qenë një gjatë shumë i mirë deri tani. Oj. Ciko. Do lajmërojmë kur të kem kaluar pastaj kontrollin e pasaportës. Jo pasaportën, nuk bëjmë pasaportë, se jemi në Europë, por kur të kemi kaluar kontrollin e sigurisë. Përsërish pak. Kaluam kontrollin, çdo gjë okay. Tani e ushqeva pak djalin, i dash pak qumësh, pak ushqim në gotë që e bleva dhe pak ujë. Tani do shkojmë tek që të bëjmë boarding. Dhe çdo gjë ka shkuar mirë deri tani. Kiani është super. Bravo më. Do i lajmëroj më vonë, nuk mundesha që të xhiroja kur po ushqeja djalin se i kam duart e zëna, por që hëngri mirë sot. Tani do vendos mami kangurin. Kuçi ty në kangur. Tani po luajmë me lodrat që kemi. Kemi dhe 35 minuta derisa të zpresim. Do ja dalim? Nuk do qash, okay?
arritëm, që çdo gjë shkoi shumë mirë. Djali fleti gjysmën e rrugës. Erdhëm për 1 orë gjysmë. Çdo gjë shkoi shumë mirë, perfekt, morëm karrocën, s'kemi për të marrë çanta, tani do marrim ose autobusin ose taksin, dhe do shkojmë në qytet. Ciao ragazzi, siamo in Italia. Do ju tregoj sa po të shkoj në hotel dhe hotelin dhe mbyllim këtë vlog me përshtypjen më të mira. Sa po arritëm tek Villa Aurora quhet dhe po ju tregoj pak dhomën, sepse do bëhemi gati, do qëndrojmë pak dhe pastaj do shkojmë të ham ndonjë picë patjetër. Atëherë, kjo është drita këtu. Ku është drita e banjës? I zotë e dja këtu. Okej. Atëherë, kjo këtu është banja me dush, shumë e mirë, tharë se flokësh. Okej. Kjo këtu është një garderobë, të vendosim rrobat, lezeqe. Për mua, shima ndjek muak. Për mua shumë e rëndësishme ishte këtu frigoriferi që futa këto ushqimet e djalit, po nuk e dia do mi hajt të ftohta ky, po do t'ja... Ku është ne? E që po ndodh me këtë kamerën? Për mua shumë e rëndësishme ishte frigoriferi që të fusja ushqimin e djalit, nuk e dia do ma haj të ftohtë, po nesër, më mirë që mos më prishet. Më dha një ujë të madh për djalin dhe një ujë të vogël, sepse këtu në Peskara pas ka punime me ujë edhe nuk pihet ujë. Më pëlqen shumë ky koltuku dhe dhoma duket kështu shumë old school, shumë e bukur. Ky krevati është i madh, por ne të dy mjafton. Do shkoj të marr edhe karrotën tani sepse e lash jashtë. Edhe direkt sa po del nga dera, jo kjo ana tjetër ishte deti. Shikoni sa i bukur edhe abazhuri. Edhe Kiani po ndihet super. Si thash, të bëhemi gati dhe do shkojmë të ham diçka. Kiani do ta ushqej këtu tani, do përqafohemi se nuk kemi përqafuar, nga që ishim në avion, edhe do ndrohemi dhe do dalim. Kështu që po e mbyll këtë video këtu dhe fillojmë me videon tjetër, ose nesër, që sot ta bëjmë pushim se boll filmovëm me kamera. Ciao, shihemi në videon tjetër në vlogjet e Italisë.